Video incizimet e shfaqura gjatë seancës së sotme dokumentojnë moment pas momenti komunikimet e Granit Plavës e Naim Murselit, duke filluar nga takimet në pompë derivatesh për të vazhduar me qëndrimin në të njëjtin restorant në mënyrë të ndarë. Murseli me viktimën Liridona Ademaj, e fëmijët dhe Plava që ulet në pjesën e kundërt të tyre. Një çështje tjetër e shtruar ishte qëndrimi i përbashkët i tyre në një hotel, teksa prokuroria e rastit, Pelin Çeviç, tha se të akuzuarit e kanë pranuar se atë natë kanë qëndruar në hotel e që ky është fakti i pakontestueshëm. Më pas trupi gjykues mori vendim me të cilin refuzoi propozimin e palës së dëmtuar që të shikohen pamjet brenda hotelit, duke thënë se është sqaruar mjaftueshëm nga fotografitë e administruara. Tha se kjo vërtetohet edhe nga dëshmitarët Valon Luka dhe Leonard Ademaj dhe se nuk konstatohet as nga vetë Kokalla. Vëllai i të ndjerës Liridona Ademajt, Leonard Ademaj, ka deklaruar pas seancës gjyqësore të së hënës se familja është thellësisht e shqetësuar nga fakti që nuk u lejua elaborimi i plotë i provave nga ana e tyre, duke e cilësuar këtë si etike për zbardhjen e së vërtetës. Ai ka theksuar se seanca nuk ka qenë lehtë për familjen, pasi janë shfaqur videot e fundit të jetës së motrës së tij. Sot për ne nuk ishte një ditë e lehtë, pasi që i pam edhe videot e fundit të jetesës së motrës sonë. Pra ajo se çfarë pam në video sot ishte që tre të akuzuarit e kanë planifikuar mirë, pasi që e gjithë ngjarja ka ndodhur vetëm për 7 minuta. Pra nuk ishte një vrasje e jo planifikuar, por ishte planifikuar mirë nga të tre të akuzuarit. Ajo se çfarë pam sot në këto pamje, e qartësojnë mirë se Naimi së bashku me kushtrimin janë organizatorët kryesorë të vrasjes, ndërsa vrasësi i motrës sonë është Granit Plava. Ne e falenderojmë gjykatën për punën që po e bën. Ajo se çfarë na brengosi sot ishte mos lejimi i elaborimit të provave nga ana jonë. Pra, kjo është elaborimi i provave për ne është jetësore, sepse e qartëson edhe më mirë rolin kyç të Kushtrim Kokallës, bashkëpunimin së bashku me Naimin dhe rrugtimin e tyre. Pra ne do të kërkojmë apet nga gjykata që t'i elaborojnë provat, sepse është e drejtë jetike. Naim Murseli, Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe Tom Dodaj janë të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023. Sipas Institutit të Psikiatrisë Forenzike dhe ekspertëve gjyqësor, Murseli dhe Plava nuk kanë pasur çrregullime mendore. Në seancën fillestare, Murseli u deklarua i pafajshëm, Plava dhe Kokalla nuk u deklaruan, ndërsa Dodaj pranoi fajësinë dhe u dënua me 5 vjet burg dhe 5.000 euro gjop. Aktakuza e rastit u ngrit më 15 janar 2025.